Kryebashkiaku i Vilnius, kryeqytetit të Lituanisë, është filmuar nga kamera teksa përdor një mjet të blinduar për të shtypur dhe dëmtuar një makinë që ishte parkuar gabimisht në një anë të korsisë. Kështu do t'ju ndodh nëse parkoni gabimisht makinën tuaj, ka thënë kryebashkiaku Arturas Zuokas, një e apasionuar pas biçikletave. Të deklarata e ka postuar në faqen zyrtare të internetit të qytetit Vilnius. Më pas, pronari i dukshëm i automjetit të dëmtuar ka parë makinën e tij tip Mercedes të rimorkjohej. Ky ngjarje është publikuar në fundjavë për një televizion të njohur suedez në rubrikën 99 gjërat që duhet të bëni para se të vdisni. Vilnius dukej mjaft miqësor, modern dhe plot me surpriza, siç është edhe kryebashkiaku i qytetit, shkruan faqja e internetit duke cituar televizionin suedez. I irrituar nga pandëshkueshmëria e drejtuesve të cilët parkojnë makinat e tyre në vende të palejuara në kryeqytetin e Lituanisë, kryetari i bashkisë Arturas Zuokas ka bërë një veprim ekstrem për të shprehur zemëratën e tij. Zuokas ka marrë një tank dhe e ka lëshuar mbi një makinë e cila ishte parkuar në korsinë e biçikletave. Ky tank është një mjet i mirë për të zgjidhur problemin e parkimeve në vendin e gabuar, shprehet ai në videon e postuar në profilin e tij në Facebook. Zuokas shprehet se makina luksi parkohen çdo ditë në vende të palejuara dhe nuk marrin dëshkim. Kryebashkiaku Zuokas i ka kërkuar këshillet bashkiak që të marrë masa lidhur me këtë problem.